E hoxha nuk mujti me dëru se gjelozoj në nderin e kësaj bije, se e pa atë vaj si kur bije në vetë. Tha, oj bi, tha, s'ki frikën Allah që ke dalë kështu në rrugë. Ajo u këthy pa turp. I tha hoxhës, tha, ti musje zoti jem? E kallëzon tregimin hoxha i dashur dhe i njohur, një ligjerus i njohur në botën arabe, Muhammed ibn Abdul Hafidh. Një tregim që dhe Aleksandri o shkrujt në gjitha mediumet kur ka ndodhë këtë tregim në Aleksandrit e Egjiptit. Dhe dëshmitar i këti tregimit, dhe tregimi ka ndodhë pikërisht me djetarin e hadithit të njohur Muqbil ibn Hadi. Muqbil ibn Hadi ka qenë i hipur në një autobus dhe e shef rrugës duke ardhur një vajzë e re me flokë të bukura e shplume, flokë të lëshume, gjoksin e shpalosun, e veshur me tesha të shkurta të i dukshme, e tërheqëse, e parfumosur me parfum që tërheq shikimin e çdo mashkull dhe femre, dhe e vëren nga jashtë që gjithë e shikojnë atë femër dhe asë kush nuk i thot asë gjë. Ama gjithë e shikojnë sepse ajo ishte e veshur në një formë provokative. Si mundet një bi e jona para syve të babës të vetë me dalë kështu? Si mundet një bashorte e cila ka një qa para syve të bashortit me dalë kështu në rrugë? Si mundet një nanë e jona e cila është shumë afër me fitu xhenetin me dalë e zhveshur në rrugë? Pse ajo non e madhe me humb atë xhenet që Allahu e ka premtu, shkaku i një gjestit shumë të dobë dhe të vogël që mundë shumë me kollajlëk me korrigju. Dhe hoxha i cili ishte i hypën në fund të autobusit, ajo kur hyp dhe ulet aty, thotoi bi, ki frikën Allahut. Si s'ke frikën Allahut, shoku se hoxha ishte dhe pak më i moshum. E pasën në autobus, gjithë në vend sa me këshillu e shikojnë, i kullotin sy që thojmë të na. E hoxha nuk mujti me dëru se gjelozoj në nderin e kësaj bije, se e pa atë vaj si kur bije në vetë. Tha, oj bi, tha, s'ki frikën Allahu që ke dalë kështu në rrugë? Ajo u këthy pa turp. I tha hoxhës, tha, ti musje zoti jem? Ti musje kujdestari jem? Si kur thonë disa hoxhës, lej mos u përzit e bia ime, mos u përzit e grave, mos fol për temat e grave, mos fol për darsma si dalim qiplak, mos fol për darsma që i bëjmë salamadi, pa kur një farë kontrole, mos fol për këto tema se prekmi valla. Ajo u tregu aloma arrogante, i tha, që telefonin thire zotin tënë tregoj për mu, me mu tha s'ki pun, që telefonin si dush thire në telefon, zotin tregoj tha për mu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Vetë hoxha dëshmitar. Thot në fund të stacionit kur mritëm, dashtëm me zgju, zbritën uftartë, ajo mbeti aty, menduam se e ka zonë gjumi. Kur shkum me i thonëm qu se dush me zbrit, se ndrot linia dhe lidhja, e panë që kishtë ndru jetë. Allahu ja kishtë marë shpirtin. Allahu qashtu në deregje me ato lafe, ja ka marë shpirtin. Unë e vallahi më plasë shpirti dhe gjegët, zemra më shkërmot, zemra me ditë që një nane jeme të ndrojë jetë në këtë deregje. Plasi piskeqit, një bashor të jona me vdek shtu si mazit, se e fajsoj vetën dhe tham une, aja thash një laf të mirë që kështu mos dale dhe kështu mos boje. Dhe mërzitemi me të madhe, kur dalim në treg, dhe i shofim nana tona, bia tona si mazit të veshuna. E shofmi nanën tonë e veshun me mbules e bia asaj si mazit mare me kshit. Ta mamile e gjveshun, emri që ka tesha. E shofim vllaun tonë si mamil të veshun a bashortën që ka afër vetës si mazit.
më shkërmut zemra, se e di se një besimtare që del e veshën dhe e gjveshën dhe provokon meshkujt, ka premtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se është xhenemlike. Nuk mund të pajtohem me këtë fat të një besimtarës që ajo me qenë xhenemlike. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ju mundsu me pa xhehenemin, thanë xhehenem kam pa dy kategori të njerëzve që Allah s'kumrim t'i shoh me sytë e mi. Tha kategoria e dytë që e pash, tha pash disa gra kasiyatun aliyat. Tha i pash disa gra ishin të veshta, ama ishin të zhveshta njëkohësisht. Kishin tesha, ma sikur mos me pas tesha. Dhe tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, mallkimi Allah qoftë mbi burrat që përngjasojnë grave në veshje. Mallkimi Allah qoftë mbi gratë që përngjasojnë burrave në veshje. I boli lanet i mallkoj. E si mbet puna e motrave tona, e bijave tona, të cilat dalin të zhveshuna në për rrugë, e tërhekin dhe shtin një dunjon gjuna, se çdo femër e cila del prej shtëpisë së saj, nëse ka dalë një formë dhe mënyrë e cila është tërheqëse nga për meshkuj tjerë, ata do të shikojnë dhe do të fitojnë gjuna dhe haram. Dhe kjo motër, kjo besimtare, u bo shkaktare që gjithë to meshkuj që hinë në gjuna dhe ajo të fitojnë gjunahin e tyre. Edhe gjithë atimve që më kanë thonë mos folë se për këtë temë që ki me gabu, ju thonë faleminderit për këshillën, a mune mendoj se i s'kam gabu. Se jam të folë për nanën teme, jam të folë për bijën teme, jam të folë për bashkëshortën teme, jam të folë për familjen teme, që i kam vendin tem, dhe jam të folë për njerëzit që nëse nuk flasë në ditën e gjykimit, kanë me më kapë për fyti dhe kanë me më thonë, pse nuk në thave, pse heshte, mu i të më intereson. I të më intereson kush qish ka me komentu këtë, e atë qish ka me trajtu media tona, e asë se dikush ka mu mundu me ma prish komoditetin, fare, gajle se kam atë pjesë. Më intereson një gjonë. Unë kur dalë para Allahut azza wa jall, të kemë arsye dhe të mu Allahun i këshillova këto motra, i këshillova këto vlezër. Ju thash mos hajde në xhami si mazit vesh një bukur mirë, vesh një tesha që nuk janë të i dukshme. I këshillova edhe motrat e mia, ju thash mos dilni në treg, të nxime, të gjveshta e të zbukurume, dilni të mbulume si ju ka hije, si besimtare dhe robnesha të Zotit. O Zot i madh, na ty të lusim që të na falesh. O Zot i madh, na ty të lusim që të na përmirësosh. O Allah, na ty të lusim që gabimet tona të na bëjsh afë dhe magfiret, dhe këtë rinin ton të erujsh dhe të embrojsh dhe të udhëzosh në rrugën e vërtetë.